Bordi menaxhues i MNAV njoftoi se puna e kontrollit fluturimeve nuk duhet të ndalet në asnjë rrethan, duke reaguar ndaj paralajmërimeve për grevë dhe mundësisë për mbylljen e qiellit më 20 dhe 24 tetor. Nga MNAV theksojnë se institucioni është pjesë e infrastrukturës kritike dhe ka detyrim ta garantojë sigurinë e udhëtarëve dhe të trafikut ajror. Menaxhmenti e njeh të drejtën për grevë, por kujton se duhet të sigurohet numër i mjaftueshëm kontrollor për menaxhim të sigurt të fluturimeve. Nga MNAV reagojnë ashpër ndaj, siç thonë, informacioneve senzacionaliste dhe të pasakta nga një pjesë e sindikatës, duke vlerësuar se ato mund të shkaktojnë panik dhe paqëndrueshmëri në shërbimet ajrore. Udhëheqësia përcjell se mbetet e hapur për dialog me sindikatat dhe njofton se do ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për funksionim të pandërprerë dhe të sigurt të trafikut ajror.